Sa e vërtet është që 80% e imunitetit fillon nga zorra? Po, organizmi i njeriut përbëhet nga bakteret të mira dhe bakteret e këqija. Janë bakteret e mira ato të cilat mbajnë nën kontroll moshumimin e baktereve të këqija. Pra, një florë ose një mikrobiom e shëndetshme do thotë një imunitet i shëndetshëm. Pra, një imunitet i fortë i parandalon këto baktere të këqija në mënyrë që të shumohen. A është e vërtet që probiotiku e ndryshon totalisht tretjen brenda pak ditësh, pra e përmirëson atë? Po, probiotikët janë baktere të mira të cilat formojnë florën tonë intestinale. Dhe si të tilla ato luajnë rol në peristaltikën e zorrës. Pra zorra funksionon më mirë, e bën lëvizshmërinë më mirë, e bën dhe tretjen dhe përthithjen sigurisht që e bën më mirë. A është kolagjeni thjesht një trend apo realisht bën diferencë në kocka dhe nyje? Patjetër, kolagjeni është një elementet më të rëndësishme, ne e quajmë si makromolekulën e rinisë. Kjo sepse ka shumë ndikim te pjesa e lëkurës, tek pjesa e nyjeve, tek pjesa e formimit të kockave. Pra është molekula shumë e rëndësishme që formon pjesën më të madhe të organizmit. A është e vërtet që truri funksionon shumë më mirë vetëm me suplementin Brain Support? Patjetër që po, kjo për arsye se ka në përmbajtje të tij vitaminat të cilat janë ushqyese për pjesën e sistemit nervor. Pra, sa më shumë aminoacide që të ketë një produkt, aq më mirë e bën funksionin produkti ose suplementi. A funksionon truri më mirë vetëm me suplementin Brain Support, pra si ndikon ky suplement? Nga përmbajtja që ka ky suplement, ndikon së pari në forcimin e funksioneve konjunktive të trurit, si dhe duke nxitur kujtesën, sepse nga përmbajtja që ka, siç tham, ka vitaminat B6 dhe B12, ka ginkgo bilobën e cila përmirëson qarkullimin e gjakut, ka dhe acidin alfa-lipoik, i cili është një acid që ndihmon si antioksidant. A më ndihmon melatonina me pagjumsinë dhe nëse po, sa miligram duhet të marr? Melatonina është një hormon i cili prodhohet nga organizmi ynë. Dhe po, ndikon në pjesën e pagjumësisë dhe mund të merret nga dozat 1 mg, 3 mg deri në 5 mg që është maksimale. Dhe cila është doza më e përshtatshme për një fillestar? Mund ta filloj me dozën 1 mg. Çfarë ndodh nëse marr kolagjenin çdo ditë për 3 muaj rresht? Kolagjeni është molekula e rinisë dhe si e tillë ka shumë benefite në organizëm, duke filluar që nga flokët. Flokët janë më të shëndetshëm. Thonjt janë më të shëndetshëm. Lëkura bëhet më elastike dhe më e shëndetshme. Gjithashtu ka dhe ndikim shumë të madh në kocka dhe tek nyjet, dhe në pjesën e muskulaturës patjetër. Cilat janë 3 benefitet kryesore të probiotikut? Probiotikët janë shumë të rëndësishëm për organizmin. Dhe ne farmacistët gjithmonë i mësojmë pacientët që të kenë kujdes florën e tyre intestinale, sepse në zorë kryen disa nga proceset më të rëndësishme të organizmit, siç është përthithja e lëndëve, siç është tretja e ushqimit, siç është lëvizja peristaltike e zorëve. Për këtë arsye, ato kanë një rol shumë të rëndësishëm në organizëm, sepse përveç se kryejnë funksionet përthithëse dhe tretëse të sistemit digestiv, por gjithashtu ndikojnë edhe në forcimin e imunitetit. Kremi i diellit është nga produktet më të rëndësishme në rutinën e kujdesit të lëkurës tuaj. Kjo për arsye sepse ai mbron nga rrezatimi diellor, sepse rrezatimi diellor përveç se sjell plakën e lëkurës, sjell dhe sëmundje siç janë melanoma të ndryshme ose si quhet ndryshme kanceri i lëkurës. Një krem dielli i mirë duhet të ketë disa filtra mbrojtës, sidomos ndaj rrezatimit UVA dhe UVB, si dhe të ketë spektër të gjerë të mbrojtjes, pra të mbrojë të paktën 2 deri në 3 orë gjatë ditës. Duhet të aplikoni kremin e diellit gjithmonë sa herë jeni në kontakt me rrezet e diellit. Çfarë është retinoli dhe pse konsiderohet si gold standard në skincare? Retinoli është një element shumë i rëndësishëm, sidomos ne rekomandojmë të përdoret të paktën tek moshat mbi 25 vjeç. Ai ka funksione siç janë të rregullojë pjesën e teksturës së lëkurës, të merret me reduktimin e njollave të moshës ose të diellit, si dhe të ndihmojë kundër plakjes. Pra ndihmon në reduktimin e rrudhave. Çfarë është retinoli dhe pse konsiderohet si gold standard në skincare? Retinoli është një element i rëndësishëm i rutinës të kujdesit të lëkurës dhe ne rekomandojmë të paktën tek persona të cilët janë mbi 25 vjeç duhet ta përdorin me patjetër, sepse rregullon teksturën e lëkurës, shërben si anti-age,
si dhe bën të mundur edhe riparimin e këtyre njollave që mund të jenë nga mosha ose mund të jenë nga dielli. Çfarë efekti ka një krem kolagjen? Një krem kolagjen është gjithmonë një krem që përdoret si anti-age. Pra, dhe teksturën kremi e ka pak më të trashë sepse është për lëkura të maturuara, që ka nevojë për hidratim, ka nevojë për ushqyerje, dhe një krem kolagjen është i mirë vetëm atëherë kur ka një peshë molekulare të vogël, sepse kolagjeni është makromolekul dhe përthithje nga qelizat e lëkurës e ka të vështirë. Kështu që duke qenë se ka një peshë molekulare të vogël, membrana qelizore absorbojnë më mirë. A është e vërtetë që vaj kastorit ndikon tek flokët? Po, patjetër. Vaj kastorit ndikon te flokët sepse ka në përmbajtje të tij acide yndyrore, të cilët janë ushqyese për pjesën e folikulit të flokut. Floku në këtë mënyrë është më i shëndetshëm dhe rritja e tij bëhet më shpejt. Cili është ingredienti më efektiv kundër akneve? Aknet si problematik krijohen së pari nga bllokimi i poreve. Pra, është tendencë që të krijohet tek lëkurat e ndyshme. Dhe produkti i cili pastron si porët, ashtu dhe bën rregullimin e sebiumit është acidi salicilik. Acidi salicilik 2%, si larsi me 2% acid salicilik, ashtu dhe serumi me 2% acid salicilik. Sa përqind duhet të jetë vitamina C në përmbajtjen e serumit që të më funksionojë vërtet tek njollat? Vitamina C duhet të jetë të paktën 15% që të ketë efekt në pjesën e gryerjes së njollave. Ne thonjza gryerje sepse ajo bën zbardhje, bën atë zbardhjen e njollave sepse ka veti antioksidante. Cilin produkt më sugjeroni që të nis si hapin e parë të rutinës time të kujdesit të lëkurës? Produkti i parë që sugjeroj në rutinë është gjithmonë kremi i syve. Kremi i syve sepse lëkura por syve është ajo që ka tendencë të rrudhat e para, të krijojë fizurat e para të rrudhave apo të krijojë ato fryrjet apo ato qeset e zeza. Pra sugjerojmë gjithmonë kremin e syve. Cili është kombinimi më i mirë për një lëkurë me shkëlqim? Kombinimi më i mirë është kombinimi me niacinamide dhe me AHA, sepse këto janë dy komponentë të cilët ndihmojnë së pari në eksfolimin e lëkurës, duke pastruar nga qelizat e vdekura, duke rregulluar finiturat e rrudhave, si dhe duke përmirësuar tonusin e lëkurës.